Një formë e shahadetit, e dëshmisë, që shumë pak e njohin populli jonë, jashtëzakonisht e veçantë. Elhamdulillah, jo edhe e gatë, mundesh me thonë, besoj që shumë shpejt mundesh edhe me mësue. Koncentrau, ka thonë Muhamedi alayhi salam për këtë shahadet diçka të veçantë, nëse ban sabër deri në fund. Ky lloj i shahadetit është kështu: thu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibn amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu وأن الجنة حق وأن النار حق. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, në qofë se thu këtë shahadet, ka me të shti Allahu azza wa jalla në xhenet me qysh i ki veprat e tua, me çato vepra që i ki. Ka me të shti Allahu subhanahu wa ta'ala në xhenetet e Allahu azza wa jalla për shkak të këtij shahadeti, kësaj dëshmie. Për përsëritën bashkë edhe një herë. Thu ashhadu لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. Në qofë se thu këtë dëshmi, me bindje të plotë në Allahun subhanahu wa ta'ala, me që të punë që ki me hinë gjenetet e Allahut azza wa jall. Tash po mënohena me përkthy, por me kanë me e qartë. Dëshmon që la ilaha illallah, nuk ka dikush që meriton mu adhuru përveç Allahut subhanahu wa ta'ala me hak, me drejt. Ka njerëz që adhurojnë filanin, ka njerëz që adhurojnë diellin, ka njerëz që adhurojnë Isën, por që ta ka ardhur ky dëshmi kështu. Adhurojnë Isën alayhi salam, ama me hak, me drejt, adhurohet veç Allahu në tokë, edhe në qiell. Në tokë edhe në qiell, veç Allahu adhurohet me hak, me drejt. Edhe dëshmoj që Muhammed alayhi salam është Rabb, edhe i dërguari i Allahut azza wa jall. Edhe dëshmoj që Isa alayhi salam është Rabb i Allahut, edhe djalë i robreshës Allahut, i Maryam alayha salam. Edhe është i krijuar pe urdhët e Allahut azza wa jall, bano, edhe bëhet, bëho, edhe bëhet. Kun feyakun, bëho. Me këtë urdhër është krijuar. Edhe i është dhënë shpirti prej anës Allahut azza wa jall. Por çata ka emrin Kalimatullah wa ruhun min Isa alayhi salam. Edhe dëshmoj që xheneti është hak, edhe që zjarri është hak. E tash mënau me mësu, me përsërit, me shkru, me rujt në për telefonat e ju, edhe thani sa ma shpesh me lejan e Allahu të azza wa jall. Elhamdulillahi rabbil alamin që ma mënsaj Allahu azza wa jall me ka nështa une që nështa në njani për juve se këni një kor e një sefte këtë shahadet, këtë laj dëshmis. Elhamdulillahi rabbil alamin. Jam shumë i knaqën në qofë se mri që s'pakin nja për juve me kanë që se ka një kor këtë shahadet e ka një sot sefte. Isha kanë shumë i knaqën me kanone, aji që më ka bo Allahu sebeb me ta mësu, ose me ta thanë, ose me munu me ta kalzu këtë shahadet. E lusëm Allahun azza wa jall na bo prej muslimanëve të mirë.